për udhëzimin tonë islam, paqja dhe bekimet të Allahut Zot qofshin gjithë profetët, volën e tyre, Muhammed alayhi salatu wassalam, familjen e tij të nderuar, shokët e tij besnikë dhe mbi të gjithë ata që ndonjë dhe ndjekin udhën e tij të përsosur të bekuar deri në ditën e premtuar. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me mësime, parime, rregulla dhe ndryqimet të besimit nga ngjarjet e jetës profetit alayhi salatu wassalam. Jemi pikërisht ke fundi i jetës së tij të ndriçuar dhe begatuar në këtë botë. Jemi tek sëmundja ose lëngimi i profetit alayhi salatu wassalam që solli me urdhën e Zotit edhe vdekjen apo ndrimin e jetë dhe kalimin nga kjo botë. Profeti alayhi salatu wassalam me të kthyer nga haxhi i lamtumirës në Medinë, urdhëroi krejt muslimanët e Medinës që të përgatiteshin për luftë, për luftë kundër Bizantit. Dhe zgjodhi i dashur me Allahun sallallahu alaihi wasallam për prisjen e kësaj ushtrie, zgjodhi Usama ibn Zeidin, Zoti qoftë i kënaqur për të dyve, i cili ishte shumë i ri, ishte sipas transmetimeve 18 ose 20 vjeç. Dhe e urdhëroi Usamën radhiyallahu anhu që të udhëtonte drejt vendit, siç i thot profeti alayhi salatu wassalam, ku ra dëshmor dhe babai i tij, pra Zeid ibn Haritha, Zoti qoftë i kënaqur për ti. Dhe të arrijnë një vend që quhet Al-Barqa ose Darul në Palestinë, pra në Palestinë. Dhe atje në të dhënë këtë urdhër profeti alayhi salatu wassalam për përgatitjen e ushtrisë dhe emërimin e parë të kësaj ushtrie, Osama filloi rënkimet pra nga smulja profetit alayhi salatu wassalam. Pra rënkim, smulje që siç e thamë u bë shkak për ndrujje, për të kaluar nga kjo botë. Me të haplajmi se cili të ishte prijesi i kësaj ushtrie, me njëherë të parë, për të fut dyshim dhe për të regu mos pëlqim vetë dhe për ta përhap këtë tjerët, hipokritët e Medinës e injoruan këtë vendim profetit alayhi salatu wassalam, duke arsyetuar gjoja që duke thonë që ai emëroi pra prijes një fëmijë, ndërkohë që janë gjithë to muhaxhirë dhe ansar, pra ishin burra të mëj, siç i kanë treguar ngjarjet. Profeti alayhi salatu wassalam doli tek njerëzit, pra në xhami, e kishte lidhur kokën fort, pra nga dhimbja e kokës me një përhur, dhe ligjërata në këtë rast si përgjigje e injorimit vendimit profetik nga hipokritët të fytyrës atë Medinës ishte nëse do baltosni, pra do jeni balt ke prijesia e Osama ibn Zeidit, për vërtet keni baltos babain e vet, i cili ka qenë para tij dhe Zeidin e njihnin gjithë. Pasha Allahun, vërtet ka qenë i krijuar për atë punë, pra për ato merita që kishte. Flet për babën, pra për Zeidin. Pasha Allahun, ka qenë me njerëzit më të dashur tek mua. Pasha Allahun, profeti alayhi salatu wassalam, edhe ky, pra për birin, për Osamën, për cilin filloi të floi gjuha e hipokritëve, është i krijuar për këtë, për të qenë prijes. Pasha Allahun dhe ai është më i dashur tek mua se ata, domethënë ato që flasin ose mund të shojnë.
porosi Zeidit, pra, amanet, nga profeti alayhi salatu wassalam, sepse ai është nga të ndrejqërit e juaj, pra është nga pulmirat e juaj. Njerëzit pra muslimanët të përgatiten për luftë me krye Osamën, muhaxhirët dhe ansarët krejt, dhe fushoi ushtria në një vend ndalit Medinës, që quhet Gjurf, dhe aty pritën pra se si të shkojë puna pra e shëndetit profetit alayhi salatu wassalam. Pra nuk e morën ndenjën në gatishmëri. Këto ishin orët në të cilët u shtrëngu smundja profetit alayhi salatu wassalam dhe lëngrata e tij. Profeti alayhi salatu wassalam, siç tregon Ebu Muajhebe, që ka qenë shërbëtori profetit alayhi salatu wassalam, Zoti qoftë i kënaqur për tij, tregon vetë thotë, më zgjoi dërgumi i Allahut mes natës, dhe më tha, o Ebu Muajhebe, më shton urdhër që të kërkoj falje për banorët e Bakias. Bakia është varreza që është përkatësi pra për brim xhamisë profetike, i ndan vetëm një rrugë e vogël nga xhamia e profetit alayhi salatu wassalam, kur drejtohesh në qafjen në krah të majt. Dhe tregon Abu Muajhebe, Zoti qoftë i kënaqur për tij, dorën me profetin alayhi salatu wassalam përmes natës, që varrezat i vizitojnë ato, dhe i tha assalamu alaikum, pra paqja qoftë mbi ju, o banorë të këtyre varrezave, dhe qofshi mirë. Urimet e profetit alayhi salatu wassalam, dhe pastaj tha, u afruan fitnat, pra sprovat, si copësat e një natët errët. E pasmja është më e vështirë, pra më e keqe se sa ajo që i paraprin. Pastaj profeti alayhi salatu wassalam i thot shoqëruesit vetë Abu Muajhibes, i thot, më janë dhënë çelësat e debove të dynjas, pra saj bote, mi ka dhënë Allahu, dhe përjetësia në këtë botë, dhe më shlon të përzgjedh për i mohit Zot. Mes këtyre, pra krejt mirësive të kësaj bote, bashkë me përjetësinë këtë botë, apo do përzgjedh takimin me Zotin tim dhe xhenetin. U prek Abu Muajhebe, Zoti qoftë i kënaqur për tij, dhe i tha, tu boshim kurbon me nonën e babait të dërgumi i Allahut. Merë, thot, përzgjedh çelësat e devove të dynjas dhe përjetësinë të pasaj xhenetit. Me dashuria që kishte profeti alayhi salatu wassalam, nuk e menonte që mund të jetonte pa atë. Profeti alayhi salatu wassalam i thotë, jo pasha Allahun o Abu Muajhebe, kam zgjedhur takimin me Zotin tim dhe xhenetin. Pastaj kërkoi falje për banorët e varrezës të Bakias dhe u largu. Dhe aty filloi dhe u shtrëngu, pra, thotë ky shoqërues, ky shoku i profetit alayhi salatu u shtrëngu smundja e profetit alayhi salatu wassalam, dhe ishte fillesa e kësaj smundje dhimbje të forta koke. Tregon nëna besimtare Aisha, Zoti qoftë i kënaqur për saj, masi u kthy profeti alayhi salatu wassalam nga vizita e varrezave, dola dhe e prita. Dhe i thash që po më dhem koka. Profeti i dërguar Allahut alayhi salatu wassalam tha, jo ti po dhem koka, po mu po më dhem koka. Pra dhimbja e kokës tim është shumë e madhe, sepse dhimbjet e profetit alayhi salatu wassalam janë sa të fishi i njeriu të zakonshëm, sa të fishi i njeriu të zakonshëm. Në qoftë një njeri i zakonshëm, siç e dim, kur arrin kulmin e vet dhimbje i vjen fikë, domethënë me hum, konkret. Ai sa mban. Kur kalon mbi atë që bën, e ka bën Zoti që mos nimo.
Me në të shqit që sprove kishte profeti a.s. sa kishte të fishin e dhimje si një njeriu të zakonshëm. Pase profeti a.s. e shoqëroi edhe ethet mas këdhimis e kokës, dhe kjo ka qenë në vitin 11 Hijri, pra fillimet e vitit 11 Hijri, nga funi muajit Safar. Këto orë pra që ishin pak nga funi jetës profetit a.s. Hazreti Aisha, nana besimtarve, Allahu qoftë i kënaqur me të, i knonte dhe i frynte profetit a.s. rukje. Si ne themi i knon Kur'an ose i fryn ose po ndo, rukje quhet në arabisht, me dy surat e funit të Kur'anit, ose qa mund t'ishin nga ajetet që janë përshërim. Tregon vetë nana besimtarve, Aisha, thot, masi u përpisu profeti a.s. pra filloj të rënkoj, filloj t'i knoj vetës vetë, pra me këto ajetet mbrojtëse, ose shëruse. Dhe fërkonte vetën e vetë me dorën e vetë, pra i masi i knot, i fryet dorës, shpudhave dorës, dhe fërkohet njeriu. Kur u shtu edhe në tepër smunja, dhe e kishte të vështirë profeti a.s. ta bonte vetë, i merja dorën e ndërruar të pejgamberit a.s. thot Hazreti Aisha, dhe i knoja dhe i fryja dorës, e po me dorën e tij e fërkoja vetë profetin a.s. Se kuptova dora e pejgamberit a.s. e ka qenë njëri krejtësisht i pëkuar, edhe krejtësisht i dërguar vetëm për mëshirë. E kuptuan bashkëshortë të tjerë të profetit a.s. dëshirën e dashmit të Allahut që kishte për të kurudha për ke dhoma e Aishës. Dhe e kuptuan nga ana tjetër që atje ndjehej më i qetë dhe më rahat. Dhe ja dhanë lejen profetit a.s. që të rri, pra ta kaloj smunin ke dhoma Aishës. Dhe e morën për krahësh, për duke u mbështet profeti a.s. nga dhoma e njënës për grave, Zoti qoftë i kënaqur për ty në krejt, Al-Fadl ibn al-Abbas, çuni gjaj profetit a.s. dhe çuni gjaj tjetër, Ali ibn Abi Talib, dhe e vendosën të ke dhoma Aishës, Zoti qoftë i kënaqur për saj. Profeti a.s. si shtërkon po nëna besimtarve, vitë duke u përgjigjsu gjendja dhe duke u përforcu dhimbja, ndjeu atë pa ngushtonte dhe diçka tjetër, meraku që të kishin, sikleti që të kishin shokët e vetë në lidhje dhe brengën që mund t'i kaplonte ato. Dhe një gjendje të tillë i në dha urdhër që t'i derdhin 7 herë ujë, e vumi i stol të madh, druri, dhe aty i derdhën 7 herë ujë për 7 herë ujë të ftoftë, si thot profeti a.s. që unë isha dhe mërë verë dhe jam del ke njerëzit, për ke musliman, dhe që t'i flas atyne. Masi e marrun këtë porosikët shërbim që në kërkoj i dërguari i Allahut, e lidhi kokën fort, profeti a.s. hynë në xhamia profetit a.s. në krah të majit, dhe ndante vetëm një copë trash për hure, ku kalonte pastaj ke dhoma e Aishës, radhiyallahu anha. Pra, e mori vetën, e shtrëngoi kokën fort me përhur, doli në xhami, u fal me njerëzit,
dhe ullë minber për në tribun, ullë në kam, me i dhonë me i folë një besimtarëve për sahabëve në Rumë. Dhe fjalla e parë që tha, kjo ligjërat, pra është ligjërat e fundit e profetit alayhi salatu wassalam, pra në tribun minber, tha, është që u lut për pjesëmarrësit e Bedrit, betejë e parë në Islam. Veçim nga profeti alayhi salatu wassalam, nga imam i Zot po se po, për pjesëmarrësit e Bedrit. Pse pjesëmarrësit e Bedrit, e luftës Bedrit? Sepse ato ishin të parët që i thanë, pa i pas urdhër kuranor, pa zbrit urdhër Kurani për luftë, vetëm me fjalën e profetit alayhi salatu wassalam u treguan gatshëm për luftë. Pra, ajo që është e përgjithshme, që është mësimi i madh për ne, gati të kemi më Zot njeriu që sipas shpejtësisë dhe gatishmërisë që ka për të bindur urdhave të Zotit, qoftë për punë të mira, qoftë për të larguar haramin, pra asaj që është ndaluar. Pra fjala e parë përmeni pjesëmarrësit e Bedrit, profeti alayhi salatu wassalam. Fjala e parë ke ligjërata fundit në mbi tribun. Kërkoi falje për ato, pastaj thot, i drejtohet sahabëve dhe i thot që një rob për robërve të Allahut, ju la me përsjell mes qëndrimit përjetësisht në këtë dynjë, me krejt mirësitë e kësaj dynjaje, ose me përsjell takim me përsjell atë që janë grej, për ka Allahu. Abu Bekri me njëherë filloi të qajë, ishte i vetmi që e kuptoi qëllimin e profetit alayhi salatu wassalam. Atë që thamë që parë ishte fjalë që ishte mes notës, mes varrezave që gjata e bu muajhibës, profetit alayhi salatu wassalam. Sahabët se kishin gjuhë. Tha një ro për robërve, Allahu e la të zgjedhin, ato të jetë është këtë botë, me gjithë mirat e vetë, përjetësisht, apo do, shka Allahu. E bu për kaq tha profetit, nuk tha unë, mu më shlonë me përzjellë. I vetmin në të moment që kuptoi ishte Abu Bekri, filloi të qajë me dënes. Pastaj u drejtu profeti alayhi salatu wassalam duke thirrë të bofshëm kurban o i dërguar me Allahut me nonë e babë. Profeti alayhi salatu wassalam i tha, mos u nxito, nga dalë o Abu Bekri, ma prit. O njerëz, vazhdoi profeti alayhi salatu wassalam, njeriu që më ka dhënë më shumë nga gjithë njerëzit, nga pasunia dhe shoqëria e tij, është Abu Bekri. Dhe nëse do kisha marrë Khalil, pra mik në nguhësh, do kisha marrë Abu Bekri, por është vllai Islam. Mos ngelet as i deriç e hapur përveç që lidh me xhamin, përveç deriçkës së Abu Bekri. Çfarë thotë? Ke xhamia profetit alayhi salatu wassalam, nga më të afërmit e profetit alayhi salatu wassalam kishin derë nga shtëpia vet, nga labori vet që vinin drejt për drejt në xhami. Profeti alayhi salatu wassalam dha urdhër që të mbyllen të gjitha. Edhe ato që kishin lidhje gjarë. Abbasi që ishte xhejbet, edhe kush mund të ishte tjetër. E la vetëm derën e Abu Bekrit që të kishte lidhje me xhamin e profetit alayhi salatu wassalam drejt për drejt. Mbyllen të gjitha përveç derës e Abu Bekrit. Pastaj tha, duke folë për botën tjetër, unë jam përfaqësuesi juaj për botën tjetër. Dhe unë jam dëshmitar për ju, dëshmitar për të mira për të këqija. Dhe unë pasha Allahun që nga ky moment tani që po ju flas, po shikoj rezervari i xhenetit profetit alayhi salatu wassalam, që kush provoj Zotin e botë risk, nuk do ndjej edhe kur. Dhe janë ato që janë përpjek me ndjek rrugën e profetit alayhi salatu wassalam pa të përmundë. Dhe urdhët profetit alayhi salatu wassalam pastaj asqaran. Më janë dhënë çelësat e devëve të tokës për kësaj dynjaje. Unë pasha Allahun, ajo
nuk kam frikë më për ju, që do I boni shok Zotit, për do t'hirni kafe, do kaloni prapë një dhjetar, mos mohues. Ajo që kam frikë për ju, I thot profeti alayhi salatu selam, thot për ju për krejt umetin. Mund t'jetë tipik për arabt, Zoti e ti, po. Kjo është këshill për gjithë umetin. Po, shumica e dietarëve thonë që është e veçantë për arabët. Ajo që kam frikë për ju, po se sprova për gjithë, nuk diskutohet. Nuk është që ju do t'ju joshi kjo dynja për kjo botë dhe do filloni garat, do garoni, kush e kush përfitojë dhe të kënaqet më shumë nga kjo botë. Po I dha garanci umetit profeti alayhi salatu selam për njësimin e Zotit. Ama nuk I dha garanci për joshjet e kësaj bote, që kanë pasojë pa fund. Zhytin haram, e që mund t'jenë, shtuarin e kreta. Po e lem deri këtu përshkrimin e orëve të fundit profetit alayhi salatu wassalam në këtë dynjë për të analizuar dhe për shtjellu për sot të dy çështje kryesore. Kjo pjesë e historisë profetit e jetës profetit alayhi salatu wassalam, pra pjesa e punit, si të thuash, smundja e vdekjes profetit alayhi salatu wassalam, kjo shpalos realitetin e madh, ose më të madh në realitet. Çfarë është ky më I madh në realitet? Është thjesht vdekje, apo nuk është thjesht vdekje? Thjesht rrimi I jetës. Ky është realiteti më për krejt ekzistencën, pra treguesi më I madh për krejt ekzistencën. Realiteti tek para cilit, pra vdekja, realiteti para cilit arrazohen dhe thyen të gjithë mizorët dhe të gjithë ato që vujnë nga delira I madhështisë, gjithë pushtetarët sa do të mund ta kenë pushtetin, gjithë pasurit dhe gjithë posejtuesit e teknologjisë, sa do të ketë shku modernizimi dhe apo pushteti I këtyne. Ky realitet është që I përfshin gjithë kundërshtarët e Zotit, të fortit, doptit, përkushtumit, profetët, engjëjt, krejt, para këtij realiteti, gjithë janë dorëzuar. Para këtij realiteti thënë gjithë ato që bëjnë shpikje dhe zbulime për ti. Ky realitet, me këtë realitet, pra me këtë ndodhi ose dukuri të pashmangshme që është vdekja, Allahu përmendit vetë I tregon njerëzve që kjo është gjithë përfshirëse në çdo kohë dhe në çdo vend. Që ta dëgjojnë çdo njeri që ka dy fije në kokë, që nuk ka hynizim vetë se për Allah. Hyniteti I takon vetëm Allahut. Ai që është hynor është I përhershëm, nuk e sënon atë asgjë, dhe ky është I vetë, ky është Allah. Vdekja është predikuesi më I mirë, ka thënë profeti alayhi salatu selam. Po, do ta lidhësh duke bërë krahasimin mes mangësive të krijesës, kufizimeve që ka krijesa, dhe me absolutizmin e krijuesit të gjithësisë. Pa që absolutizmi pra që nuk e kufizon atë asgjë, as në kohë as në hapësirë. Vdekja është realiteti që tregon bindshëm dhe pa fije në ndryshimit që vendimarrja I takon vetëm Allahut. Vendimarrja I takon vetëm Allahut, I cili është I vetmi në përjetësi, në përjetësinë e vetë, në qëndrueshmërinë e vetë. Është I vetmi për cilin nuk e mbrapsen gjykimi dhe vendimi. Është I vetmi që nuk ka kufi në pushtetin e tij. Gjithë njerëzit sa do pushtet kanë, edhe I mirë edhe I keq në pushtetin e vet, ka kufit hapësinor dhe kohor. Do mbarojë ditë, do mbarojë me farmaci. Përveç Allahut. Vdekja I kujton, I tregon që nuk ka rrugdalje, nuk ka shpëtim, pra nuk I shpëton askush vendimin e Allahut. Allahu, kjo është një nga vendimet e Zotit,
që çdo krijes do të shpëhet, çdo krijes është duket. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo nafs, çdo vete është shijuese e vdekjes. Pra si ky vendim me gjithë tjerët janë të tillë sepse janë për Allah, dhe që janë për ti, është të tillë që nuk i shpëton askush. Vdekja është realiteti që tregon që nuk ka mposhtës që ta mposhti çështjen e Allah. Atë çështje që ka vendosur me qenë ekzistencë si mund sot, nuk ka kusht që ta mposhtë dhe ta kthejë mbrëmsh. Vdekja në të njëjtën kohë është kuruese për të smurit mendor që edhe kur zhyten në dy gisht arritje, qoftë financiare, qoftë teknologjike, qoftë ushtarake, qoftë politike, aq në dy gisht sa do të arrish dy gisht. Sikur ka kjo botë, sa do të gjasin duke si një ditë, 2 ditë, një paraditë ose një mosditë. Apo themi në mënyrë figurative 2 ditë, 2 gisht. Edhe pse ne sot komentojmë filoni ka arrit filon shtet kështu, filon shtet ashtu, është një zhytje, një not shumë në një thellësi shumë cekët, sepse kjo dënjo dhe iki. Gjithë to që arrin të thurin lavë dhe vetës, ta hyjnizojnë vetën, deri ai që ka njerëz që e absolutizojnë vetën, po s'ka absolut për veç Allah. Pas ka pa kufizuar veç Allah. Vdekja i kuron gjithë të smundje që janë smundjet më të tmerrshme dhe më të dëmshme për njeriu. Pra, kur njeriu e ndjen veten pa varë, e ndjen veten gjithë pushtetshëm, sidomos kur sprovohet me pasuri dhe me pushtet. Vdekja kuron delirin e madhështisë të gjithë kujt që ka bo shpike dhe zbulime shkencore, dhe mendon që të pushtoj botën është më i fortë. Vdekja kuron gjithë pra duria e vdekjes i kuron gjithë smundje që shkaktojnë shumë smundje mbrapa, shumë pasojë. Ky realitet shumë shpejt i bën që gjitha këto mahnitit me veten e vet që mund t'i vijë njeriu, apo deliri i madhështisë, apo absolutizmi që arrin kulmin dikush, ose ka arrit dikush në historinë njerëzore, mund të arrit prapë, që kulmon me faraonin. Ke i fshin krejt dhe siguruese më e mirë që është dukuria e vdekjes, e çon robin aty ku duhet. Ke bindja e qenërit rob i Allahut, si çdo krijesë tjetër. I zgjon njerëzit nga përgjumja apo nga dehja kur kanë arritur suksese. Për të qenë, për ullë, vetëm për atë që i takon gjithë pushteti dhe gjithë zatimi i kretë botës, i kretë gjithësisë. Allahu pra për momentin vetë sfidon çdo krijesë me të gjitha, po me vdekje. Habia e njeriu që s'është në fejtë Zotit, po edhe të që janë në fejtë Zotit, neve, Zotin na fal, shpesh herë voton. Ecim këtë botë, lëvizim të shpërnguar, e harrim bollin Zot, mund shkasim, mund bëjmë gabime, mund të arrijmë atë që pa dashje, muslimani po pa dashje, mbështetemi ke aftësitë tona ose ke arritjet tona, dhe të harrim që asgjë nuk ka dobi pa nimin e Zotit dhe pa lejen e Tij. Vdekja kujton njeriu që atë vendim që ka marrë Allahu, këtë dinë që po të vdesin. I sojnë gjithë vendimet e Allahut. Allahu për shembull ka caktuar që rrezikun e gjithë secilit. Thjesht ne kemi për natyrë me kërku Allahut. Ose gjithë çështjet këtu futen. Pra që dorëzimi ndaj Zotit. Dorëzimi ndaj Zotit. Atëherë Allahu me vdekjen i sfidon të gjithë njerëzit që mendojnë që janë të pavarur nga madhështia dhe nga gjykimi i Tij. Le të morën gjithë raketat kozmike, të morën gjithë satelitët artificial, morën gjithë shpiket, gjithë aeroplanbajtset, gjithë teknologjinë, gjithë mlidhen gjithë bashkë. I thotë i modhi Zot, i shpëtoni do të vdekjes? Askush nuk i shpëton vdekjes.
Si vdekja atëherë krahason me gjithë vendimarrjet e Zotit, me gjithë rregullat, me gjithë ligjet hyjnore, që si shpëton askush. Kjo është për t'i kujtuar të gjitha. Vdekja është dukuri për t'i kujtuar të gjitha. Që kur mendon që ka ardhur vete, atëherë kur i dorëzohesh Allahut, krijuesit të gjithësisë. Allahu për mëdhjet vet e ka shumë të ka Allahu s'ka as të as vështirë, për Allahun gjithësoj. Po, për ta afroj çika përmendjes së Robit, themi që Allahu e ka të lehtë, pas e ka të vështirë me këtë kuptim, që profeti alayhi salatu wassalam mos vundë fare, mos përjetohu ndaj dhimbje të mos sakrifishin e njeriu të zakonshëm. Dhimbje që të shmuan edhe të tjerë. Profeti alayhi salatu wassalam ishte i përjetshëm këtë botë. Dhe ishte mbi, ishte i përjashtuar nga dukuria e vdekjes krejt. Dhe dhimbjet e saj. Por deshi urtësia hyjnore, për deshi urtësia hyjnore, për largpamësia të Mollë Zot, që vendimarrja e krijuesit të gjithësisë të shkojë këtij njeriu me një godë për dhimbjesh të vujtjesh dhe kllapije, domethënë të tepër të dëmshme, që të tregoj krejt njerëzit që sa do lart të arrijë grada e njeriu, dhe s'ka më lart se grada e pejgamberit alayhis salam. Asnjë krijesë, as që mallorët e me lajket. Ajo krijesa më në. Pra t'ja kujtoj gjithë njerëzis, pra që më të lartë se profeti alayhis salam ka ke krijesa të tillë, kur ky vujti në fund të jetës, dhe në fund fare ndroi jetë, atëherë i dërgon gjithë krijesave që të shkojnë ku? Të shkojnë ke njësimi i Zotit një. I pavdekshëm është vetëm Allah. Atë që cënon dhe nuk i bën dëm askush në asgjë, është vetëm Allah. Apo gjithë njerëzit i ekspozohen mangësisë. Gjithë njerëzit i ekspozohen smundjes, gjithë njerëzit do ta shërin vdekjen. Krejt krijesat. Si u bën do të ç'bëhen. Derisa të arrin atë që thot Allahu në Kur'an, që nuk ka gjon qiell dhe në tokë, vetë se do i vi Rahmanit për gjithë mëshirshmit si rob. Këtë njeriu do ta bëjë me vullnet. Arrin, domethënë logjikisht, ky përfundim. I paselueshëm nga të metat është vetëm Allah. Krejt krijesat janë robër të Atij. Duhet me qenë të bindur ndaj Mollë Zot. Pra, nuk i takon asnjërit që të kërkoset në vete dhe ta përjashtojë veten nga robërimi ndaj Zotit, nga bindja ndaj Zotit. Kur jetoi më i miri i krijesave, profeti Muhammed alayhis salam, i parur dhe i bind Allahut, i bindej urnave të Zotit, ligjeve të Tij, atëherë që i ngjelet pjesës tjetër të njerëzimit. Më i afërt i Zotit, më i nderuar. Ai ishte më i përkushtuar dhe më i bindur, dhe më i parur. Dhe nuk i takon asnjë për muslimanëve sidomos që mos marrin mësim nga vdekja, dhe mos ta kujtojë atë. Sepse njeriu sapo thon kur është në smundjet e robit, sa bëhet mirë, fillon e harron varësinë nga Allahu, e harron Zotin. Kur është në zor të moll, lutet fort. Amo kur kujton vdekjen vazhdimisht, e edukon veten në mënyrë të vazhdueshme dhe është më i garantuar për mos me dalë nga rruga e të Mollë Zot. Allahu për mëdhjet vetë thotë në Kur'an, i thotë profeti alayhis salatu wassalam, innaka mayitun wa innahum lamayitun. Ti je i vdekur, pra do të mbrosh jetë të tash në kjo botë, dhe krejt ato njerëzit janë të vdekur. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Dhe nuk i kemi dhënë askujt për njerëzve para teje përjetësinë.
E fa imit të fehumul khalidun, a mos valë të vdesë shtillë të tjera do t'jenë përjetshëm, jo. Sikur se ato që ka qenë para te, edhe ato që do vinë mas te, krejt do ta shihnë. Pastaj thotë kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo nafs, çdo vete do ta shijojë vdekjen. Këtu shumë njerëz nuk përqendrohen ke kjo ajet Kurani, ose ke kjo fjalë e Kuranit që përmendën disa raste. Çdo vete do ta shijojë vdekjen, nuk thotë do zhduket krejt. Allah nuk thotë do zhduket krejt, po thjesht do shijojë vdekjen, pra kalim nga kjo botë. Atëherë kjo ngjarje, pra smundja dhe ngrimja e profetit alayhis salatu wassalam fol fort dhe vendosmërisht për dy realitete. Për realitetin e njëshmërisë dhe vetëmishmërisë Allahut, që është një dhe i vetëm dhe i pashoq, në cilësitë e veta dhe absolut, dhe për realitetin tjetër, për robërinë dhe nënshtrimi që kanë gjithë krijesat ndaj Zotit. Njeriu është në sprovë, është i lirë me zgjedhje, njeriu do ta bëjë me vullnet. Edhe dy fjalë për një rregull tjetër të Islamit. Profeti alayhis salatu wassalam zgjodhi prisin e kësaj ushtrie, Osama ibn Zeid, 18 vjeç, ndërkohë që kishte burra të rregjur në luftë, heroj të Islamit. Dhe shumë të afërt te profeti alayhis salatu wassalam, dhe shumë më të pjekur dhe me përbojë. Ç'a rregulli të mondit Zot ka, ose të Islamit, që kur në regjim baba vetë ishte sklav, edhe Osama ishte sklav. Rob, shërbëtor, pron. Profeti alayhis salatu wassalam nuk e nanoi as mosha e vogël, as origjina e tij si sklav, që mos ta emroi atë prijes të kësaj ushtrie të madhe, edhe me çfarë do përballej me superfuqinë e kohës, me Bizantin. Kto ishin të superfuqitë? Bizanti, Persia. Pra sepse i tregon profeti alayhis salatu wassalam dhe i molli Zot me këtë rast dhe raste tjera, që njësia e madhe ose parimet e vlerësimit njeriu nuk janë ato të xahilisë të ignorancës. Jo si mas racës, jo si mas pasunisë, jo si mas kësaj dhe pasaj, jo. Njeriu vlerësohet si mas veprave. Njeriu vlerësohet si mas veprave në Islam. As si mas racës, as pushtetit, as pasunisë, as origjinës. Pikërisht Islami erdhi që t'i anullojë çdo gjë xhahilisë që bën ndesh me Islamin, e sidomos parametrat ose njësitë matëse të xhahilisë. Edhe Abu Bekri radiallahu anhu, me dhrujet profeti alayhis salatu wassalam, gjëja e parë që boni, zbatoi urdhrin e profetit alayhis salatu wassalam për të vazhduar rrugën e vetëmshmëria me këtë prijes që vetë i dashur me Allahun dhe i sjell me tij Muhamedi alayhis salatu wassalam, e zgjodhi si prijes. A lutim Allahun të mësojë atë që nuk e dim dhe na shtojë diturinë, na jap dobi nga ditunia që na dhuron, na ruaj nga ditunia që nuk ka dobi, dhe na ruaj dhe nga ajo zemër që nuk bindet për mallniti, nga nefsi, nga uni që zngopet, nga veprat për të cilave nuk kënaqet, dhe na ruaj nga lutjet që nuk kanë përgjigje. Allahu na bashkoft në rrugë të mirë me pejgamberin alayhis salatu wassalam, në botën tjetër, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu